Festa e Gashit të Gurit, në kuadër të festës së Gashit të Gurit, një manifestim madhështor, u mbajt kushtuar traditës, kulturës dhe bashkimit të mërgjimtarëve e vendasve. Programi nisi me fjalën e hapjes nga Zotri Ali Bajraktari, i cili në emër të Këshillit Organizativ përshëndeti të pranishmit dhe shpalli të hapur këtë festë madhështore. Të nderuar e të respektuar miqit dhe dashamirës që kur nuk i munguat Gashit Gurit. Vëllezër e motra, ju që i dhat Gashit forcën, guximin, besimin e shpresën, ju që vini nga zhane e këtij globi, nga Kosova martire, Maqedonia nga Mali Zi, Çamëria nga Medvegja e Bojanovës. Nipe mbresa që ju simbolizoni vlera dhe cilësit me të vyrat të atyre njerëzve prej nga ju keni ardhur. Ju mërgjimtar, si zogjit shtektar, fluturoni krenar anemon botës, por me mall për vëllimin tuaj të dashtun, të paharruar, për njerëzit, për Gashin dhe Gashanët, të cilët syt shohin me mall se kur ju po vini. O burra e burnesha të Gashit, ju që ju lindi nana i kun, aty ku guri pikon fjanë, aty ku zënst i ban shqiponja, aty ku nënat për kundin mujnë e halilit në tjepa guri, e du i pitane në zona shumë. Aty ku rritin për herën me shumë, zani traditave përparentare, si besa e bujaria. Më pas fjalën mori Abedin Kërnaja, djali i Gashit të Gurit, i cili përcolli fjalën përshëndetëse në emër të pushtetit lokal. Të nderuar vëllezër e motra, të dashur nipa e mbesa, miq, dashamirë dhe pjesëmarrës nga të gjitha fiset e Malësisë. Mirë se keni ardhur në këtë festë të madhe të begat të fisit Gashit. Sot me 6 gusht zemra e Malësisë rreth këtu, ku po mbledhemi siç e ka pasur zakon kjo trev brez pas brezi, me bujari, me besë, me këngë e me gëzime në vatrat tona. Kjo ditë nuk është thjesht një festë lokale, por është një dëshmi e gjallë e bashkimit tonë, e respektit të rënjeve dhe e rrugës së traditës që na lanë të parët. Këtu jemi mbledhur të gjithë bashkë, vëllai me vëllain, miqt me miqësinë, e gjithë Malësia për të festuar bashkarisht e për të uruar nga zemra, për shumë motë e festën, paçi gjithmonë shëndet, mbarësi e në familjet tuaja. Sot, në këtë ditë, në mesin tonë, kemi kënaqësinë e veçantë, kemi të pranishëm edhe një birë të saj treve, i cili mbart mbi supe përgjegjësinë e drejtimit të bashkisë, ashtu edhe nderin të qenit nipi Gashit. Në emër të gjithë banorëve dhe organizatorëve, dua të shpreh një falënderim të përzemërt e mirënjohje të thellë për kryetarin e bashkisë, zotin Rexh Biberi. Kontributi i veçantë në përkushtimi i paepur për zhvillimin e kësaj treve shihet sot qartë në çdo hap. Ndërtimi dhe rregullimi i rrugëve në gjithë njësinë administrative të Tropoj, në Kërnaj, Mëjan e Kasaj nuk janë thjesht investime infrastrukturore. Ato janë rrugë që lidhin njerëzit, rrugë që japin frymën e perspektivës zonës sonë dhe bëjnë më të lehtë jetën e çdo familje të Gashit e të gjithë Tropojës. Zotin kryetar, faleminderit që punën dhe zemrën e keni vënë në shërbim të vendlindjes. Të pranishmit i përshëndeti edhe kryetari i bashkësisë së Tropojës dhe nipi i Gashit, Zotri Rexh Biberi, duke vlerësuar rëndësinë e kësaj feste, për ruajtjen dhe përcjelljen e traditave ndërbreza. Përshëndetje gjithëve. Mirë se u kum gjetë taj. Me lejoni që në emër të bashkisë së Tropojës, por edhe si nip Gashi, t'ju uroj për këtë festë të mrekullueshme, dhe gjithmonë Gashi pas festa, pas mirësi, pas dashuri për njëri tjetrin, dhe me vjen shumë mirë që jemi bashku sot edhe unë jam pjesë e këtij aktiviteti të mrekullueshëm. Duhet të falenderoj në mënyrë të veçantë organizatorët dhe t'u themi
që këto festa ku ka nis nga Shqipshani, Nika Mërturi, Gek Hyseni, e me radhë që ta bëjmë edhe një Krasnisha, kështu që të maroj të mbledhëm rrethit e të bim ta bëjmë atje në Baramçur, bashkohet Krasnisha me Nipa, me Daj, me Mish, me kjo mrekullia botës. Ju përshëndes gjithë ata njerëz që nuk janë sot këtu, Nipat tuaj, djemt tuaj, vajzat tuaja ku të qofshin në përbot. U bashkofshi për të mira, u bashkofshi për festa dhe gjitha të mirat për juve. Programi vazhdoi me një këngë të interpretuar nga Arben Hasani. Zoti pas ka dhënë, motra edhe mia, je vetëm një natë, ajo është Shqipëri. Zoti pas ka dhënë, motra edhe mia, je vetëm një natë, ajo është Shqipëri. Zoti pas ka dhënë, motra edhe mia, je vetëm një natë, ajo është Shqipëria. Zoti pas ka dhënë, motra edhe mia, je vetëm një natë, ajo është Shqipëria. Luturodi mal me mal, ane fal ben linje si me ti, o të vaj kam ti mosunat, ane fal ben linje si me ti, o të vaj kam ti mosunat. Ndërsa atmosfera u gjallërua edhe me shumë nga valët tradicionale të Tropojës të interpretuara nga grupi i vallëve Ali Mula.
Faleminderit prej gjithë grupit vallave, po faleminderit edhe prej prindve tyre që i kanë mundësivue me ne krejnue në gjithë Europën. I nderuar kryetari i bashkisë, i nderuar Këshilli Bashkiak, në emën të shumë forumeve të diasporës, ju drejtohem personalisht, ju lutem mas kësaj feste, filloni procedurat si që kanë ligjet e shtetit dhe në gjithë malsinë e Gjakovës në hiqni emrat slav në gjithë malsinë e Gjakovës. Se ky emën i zvot ne ka pengue shumë njerëzve emni i zvot, por në Këshilli organizativ o nis se nga sopoti deri në bjesht e Gashit a rruga e Fisit Gashit dhe këtu kalon gjithë malsia e Gjakovës. Fjala në vesh Zotit e ndur të pushtetit lokal. Atër vazhdojmë me programin sa të bëhet gati teknika. Unë ftoj një nga antarët e Këshillit organizativ. Nuk e di që ka pregadit, po di që ka pregadit dishka të qastit zemrës, Ali Sylla. Përshëndetje të gjithëve. Lëng ortiqesh rrës bjeshkës, gashi tisk i pisket festës. Këqe me këng me qka ka afise, ni ka i mërtur me gjithë krasniqe. Ka në arshipshan beri sheptyq, sot je maj madhi fis. Ka ardhë oda e tunç miftarit jazëm hoqës mendimtarit, oda e kulz binakalis e në Kiev Gjemajl Obris. O Gazhjan, o të bardh, këqyrni se nën Tereza pas ka ardh, me Clintonin shpëtimtar, unë në gjunjë dishka për i thot, tu i pull dur të tu i dirlot, aman men birë që ka të pata thanë, shpetoj e Kosovën birë nga sebet barbar, shpetoj e birë se janë Dardan, janë shqiptar dhe ja, ku janë Ramushi me Glogjanin, Adem Jashaj me Përkazin, Sali Qeku me Agim Ramadanin, e me Griqorin Tahir Sinanin. Gjetin këtu t'y folë si burri me burrin, Hasan Prishtinën e Bajram Curin, Ali Ibn Aqizekin, Micin, Papuqen e të tjerë emra me Bajram Ramen me 7 zemra. Në kull të kurit t'y dhanë kushtrimin Baraktarin Halil Brahimin, Adullah Hoxhën para Konopit që i lutet vetëm Zotit. Zenelzeda i Gosturanit, Nistikam për i rrinë vatanit, Sadik Aslani e Shumbura, Tkar Hoxha e Halil Dula. Tahir Mala i Memis me figurën e Selim Efendis, me Isuf Groshin e Menquris, Zmail Zenunin e Muzenelin, që kur kanë fol e kanë dridhendin. O gash, je vlerë, kuptim luft e lavdi, je folklor këng, arç kënc e pozi, lumë me lumë që t'ka këj vend, pishtar drite mbi shkelzen. Faleminderit shumë.
Në vazhdim, përfaqësuesi i Krasniqes, Ram Muja, përcolli fjalën e tij përshëndetëse për të gjithë pjesëmarrësit. Jena mësua ku do çdo vend me rëndësi themi, sa mirë me kënë shqiptar. Sot, edhe me dëshirën tuaj po them, sa mirë me kënë gazhjan. Nuk e them se janë ndaj të mi, po them se meritojnë. Gashi i Gurit, fisi më i pastër, fisi kënaqësia fisëve të Marcis Jakobs. Kënaqësia është e imja e shumë fisht, e imja si person dhe fisit Krasniqes dhe gjitha fisëve tjera, duke përmend Tyçin, Berishën, Dika Mërturin, me radhë. Edhe vëllezërit tanë nga Kosova. Fisi i Gashit ka shtrirë gjeografike shumë simbolike. Fillon nga Keshi i Vujkit, zbret të Vorë të Shalës. Ndahet me Molloreke, me rrjedhën e Mollorekes të Gojët e Bardha. Është treva ma kuptimplote, ma e pastër, ma fisnike, ma alpine, ma e bukur dhe bjesht e kësaj një fisë janë bjesht ma të bukur të Alpe Periut. Por, ma rëndësishme është se këte fisë e mbanë në nëroje maja shkelzenit, shajtëria ti, hije ti, që ju pasën kujdes, ju në moft, ju ndryqoft, menjën dhe zemrën, dhe pa që jetë dashamirës me një tjetër në shekuj. Duke arë rrugës, pyta një plak të vjetër. Mi thuj të emnat të Gashit Gurit që janë përmendur për bush, për gisht edhe për menje, dhe e më përgjish me 3 fjallë. Djemë të Gashit Gurit ta janë si fishek në rreth. Aji që ka pushën ta nuk e këshyrë në fishek me marë, po që ndorë pak qyrë ta ka, tak të fisheket. Se kështu janë denë fund, desat pravit bezmja. Kështu janë djelë të Gashit Gurit, të gjithë janë njësoj, të gjithë janë trima, të gjithë janë fisnikë, të gjithë janë të menqëm dhe të zhuar. Zdumë për me në emna se i bika konsumë do aja me lisyla, që janë në rëj. E përfëtimisht, ju fanderoj dhe ju rëj sukses dhe gjithë por të bashkofshëm në fesimit tila. Faleminderit. Festa vazhdoi me këngë, vallë dhe argëtim, si dhe ushqim tradicional, duke përcjell para të pranishmëve një atmosferë të veçantë të traditës dhe mirëkëpritjes shqiptare. Here in the
qenë pushkon që pas ka krise. Pushka krisi uane Mitrovice, Mitrovice njën bokja me ti. Mitrovice njën bokja me ti, vrol njën kosha jali o Rustemi. Vronë kohë vëshaj djolloj rije, mjerë në nëse sheme syje.
Një moment i veçantë i kësaj feste ishte ndarja e certifikatave, mirënjohjeve dhe motivacioneve për të gjitha ata që me angazhimin dhe kontributin e tyre kanë ndihmuar në organizimin dhe mbarvajtjen e kësaj veprimtarie. Në këtë pjesë 4 organizatorët së bashku me Ali Bajraktarin lexuan emër për emër të gjithë kontribuesit, duke u shprehur mirënjohje për punën dhe për pushtimin e tyre. Sadri Kurtoqi $1.500, Abedin Gosturani €500, Ludovik Marku $500, Sali Lusha €500, Ramjaha 500.000 lek, Adi Lusha 200.000 lek, Arjan Gosturani 200.000 lek, Ukur Meka 200.000 lek, Qamil Gosturani 100.000 lek, Fitim Bala $500, Hamid Bala $250, Shaban Hoxha €100, Adem Beli 100.000 lek, Hysni Ahmeti 100.000 lek, Isufalia 5.000 lek, Market Besi 5.000 lek, Lulzim Rahmani 500.000 lek, Recep Hoxha €500, Isa dhe Gjemal Gashi €500. Ju falimderit, Zoti gjithmonë ju bekoft e sa ma shumë të derni djerës për të mirat e Gashit Burit. Programi artistik vazhdoi me këngë valle, ndërsa një moment i veçantë ishte dhe interpretimi i poezisë nga Adeja Brahaj, e cila përsolli emocion përmes vargjeve të saj. Jemi në festë të Gashit Kurit në malë stoik që shqipon janë mes flamurit, mbledhur tokë në izvot, si që deshi i madhi zot. Prej tutje në Gurgat shkoj lajmi deri në Pac. Këtu po rritën trashgjimtar, rritën nipër dhe mbesa, qojnë trashgimin në përmbreza. Ky vend ban dhe histori një ortek bore shoj në një shtëpi. Një shtëpi që u rilin, burre grua u bën prap dritë. U gëzuan nën e babë se të njëjtit fëmijë dhe në prap. U a bëri Zoti dhurat dhe në të gjithë këtu bashk na bën dritë një diell jashtë. Jashtë ku mbushen plot me frym, ku shpirti duket se thret liri. Faleminderit.
Më pas, atmosfera festive u pasurua me interpretime të tjera muzikore e artistike, me këngë dhe valle tradicionale. Në këtë manifestim morën pjesë edhe poeti Agim Despo së bashku me Shaban Gashin. Nera ime është një libër e zonjes Ermira Nezaj, një aktivistës, një monografi Guri Deskut dëshmi brezash. Mirë po, dhuratën më rëndësi do të na sjell antari i Akademisë Amerikano-Shqiptare dhe antari stafit Clintonit që 3 herë ka qenë në vizit me Clintonin, zoti Shaban Gashi, pra Gashi Gurit. Ai do të dhuron një libër nga Akademia dhe një fotografi të Clintonit Nikoqirit. Kjo nuk është për mu, po kjo për gjithë këshillin organizativ dhe gjithë ju që jeni këtu. Nuk kom të kofe të mua.
Faleminderit Neri të Komercisë Gjakovës. Ky është presidenti i gjithë botës e mëra me madhe e lirisë pavarësisë Kosovës. Kjo do t'i shkojë Muzeut Historik Tropoj, jo mua. Përshëndetje nga zemra, motra dhe vëllezër. Për ata që nuk më njohin, unë jam Shaban Gashi, përgjegjës politik për botën jashtë me pranë Akademisë Shqiptare Amerikane të Arteve e Shkencave për SBA me Cili New York. Shfrytëzoj nga zemra t'ju përshëndes gjithëve dhe t'ju uroj punë të mirë. Unë jam Gash, gjyshi im është i lindur në Rrosqytyn e Bjeshkëve, kurse unë rajti kom nga Tropoja, po trupin e kom trungin në Amerikë që 40 vjetë. Dhe shfrytëzoj nga rasti një nga të shumtat fotografi dhe minjohje që i kom nga presidenti Clinton, t'i adhuroj kësaj bashkësie dhe të qëndron në ofisin e tyne me respekt që t'jetë nga Gashi i Gurit Tropojës. Për ndryshe me s'bezgjatë shumë, faleminderoj organizatorin që ma bonit mundshme 2 minuta për kryerjenit ju përshëndes dhe krejt në fund, Zoti e bekof Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe popullin shqiptar. Faleminderit. Ndërsa të pranishmit i përshëndetje dhe përfaqësuesi i Medvegjes së Bujanovcit, profesori Recep Abazi. Motra dhe vëllezër, përcjell përshëndetjet vëllezërore nga Medvegja shqiptare. Edhe ne në Medvegj e kem fshatin e dytë sipas madhësisë, me shqiptar Tupalla, e akademik Idris Ajetit dhe herojt popullit Zenel Hajdini. Fatkeqësisht, ne kemi mbajt disa takime atje, por për momentin na i kanë ndaluar sepse janë të shqiptarve. Por shqiptar do të mesnë aty edhe do të jetojnë aty. Falenderoj Zotri Tahirin i cili më ka sjellë në Tropoj për këto aktivitete, edhe u falenderoj ju që më keni pranua. Do t'i përcjell këtë harmoni, këtë gëzim edhe në Medvegj, aq sa ka mundësi, sa mundem. Tani, nga Medvegja do t'u përshëndes me fyellin e Migjes Qerim. E gjithë festa u përmbyll me këngë, valle, argëtim dhe pamje mbreslënse, duke lënë pas një atmosferë të veçantë dhe kujtime të bukura për të gjithë pjesëmarrësit. Festa e Gashit të Gurit edhe këtë herë dëshmoi se tradita, kënga, vallja dhe mirëkpritja shqiptare vazhdon të jetoj edhe të përcjell me krenari nga brezi në brez. Kombin shqiptar në diasporë dhe gjithku aty ku flitet shqip. Para pak dite përfundoi festa e Gashit Gurit, e cila u majt në izvod tek mrizi i Gashit, me pjesëmarrjen e gjitha fiseve të Malësisë Gjakovës, diasporës dhe vëllezër e motra nga Kosova dhe trojet shqiptare. Ishte një festë madhështore, kishte një pjesëmarrje të jashtëzakonshme.
Dhe që në fillim unë duhet të falenderoj të gjitha ata që u bën pjesë e kësaj feste madhështore, e në mënyrë të veçantë diasporën shqiptare dhe gjitha ata që morën pjesë, siç e shprehen publikisht nga më i vogli deri tek më i madhi. Ishte hera e parë që Gashi i Gurit organizon një festë të tillë. Por Gashi organizoi festën për të ftuar të gjitha fiset e Malësisë Gjakovës dhe nderi më i madh që u bë Gashit Gurit ishte pjesëmarrja e gjitha fiseve Malësisë Gjakovës. Ptyç, Berish, Gashe Krasniqe, Nika Emërtur, Kosovë, Troje Shqiptare dhe diaspora. Cilët ishin ata që ecën, u dirësitën, u lodhen, u tensionuan, një pjesë bile patën edhe presionet të mëdha. Ata që ishin pjesë në këtij organizimi ishte Ali Baraktari, Ali Syla, Taher Haxhia dhe Can Tahiri. Por kush ishte ata që u bën sebet që realizuan festën madhështore siç e ka zakon Marsia në mënyrë të veçantë Gashi i Gurit, buk e kryp e zemër në sofrën e Gashit Gurit. Ishin bashkëdhëtarët tanë që nga Amerika e deri në Ballkan, edhe në pjesë e Europës, që ndihmuan me të hollat e tyre, pra me paret e tyre, që kjo festë bëhet sa më madhështore. Për fatin e mirë, kolegët e mi të televizioneve të Shqipërisë dhe të Kosovës dhe diasporës na bën të mundur ta pasqyrojnë këtë aktivitet madhështor, siç është Radio Televizioni i Kosovës, Radio Televizioni i Seni, Radio Televizioni Kuqezi nga diaspora dhe Radio Televizioni i përhershëm po thuash në Tropoj, RTV Fontana me drejtorin Zeqir Mehmetaj. Këtu ishte fest, këngë dhe balle, siç e ka zakon Malësia Gjakovës. Nuk ishte gjama të bukur kur grupet e balleve të Malësisë Gjakovës dhe Kosovës kaluan përpara publikut të mrekullueshëm me vallet kërcimit e tyre siç e ka zakon Gashi i Gurit dhe gjithë Malësia. Neve bëm një organizim me mbështetjen e gjithë përfaqësuesve të fshatrave të Gashit Gurit. Çdo njeri është i falendëruar. Çdo njeri që solli diçka nga gatimet tradicionale është i falendëruar. E për mos i hynë hak askuj, neve nuk po përmendim emra, as nga sponsorët që ishin nga Amerika deri këtu, me qenë sa ditë para publikut i kemi bën emën për emën dhe shumën e tyre. Unë nuk di ta shpjegoj në forma të tjera, unë po marr opinionet e drejtuesve dhe njerëzve të fiseve të tjera, sepse ne Gashi i Gurit e organizoj, po nuk jemi ne ata që e vlerësojmë. E vlerësojnë nipa, mesa, miq dhe dashamirë të fiseve të tjera të Kosovës dhe diasporës. Falënderimet nga gjithta janë të jashtëzakonshme dhe ka vend edhe për përmirësim. Unë falenderoj edhe ata që kanë bën një pengesë, edhe ata që kanë bën një kritikë, sepse kritika e shëndosh njeriu në punën e tij, në veprimtarinë e tij. Jo bëj thirrje gjithë intelektualëve të Gashit Gurit, të gjithë rinisë, vajza dhe djemë të Gashit Gurit, ta vazhdojnë të traditë, ta formojnë shoqatën Gashi i Gurit dhe neve duke ju lëshu rrugë, por duke i mbështetur, të vazhdojnë rinia e Malësisë Gjakovës, veprimtarinë dhe të përfaqësojnë fiset dhe Malësinë e Gjakovës. Pse ishte ai dekor aq i fuqishëm? Për treguar se Malësia e Gjakovës ka qenë mbështetësja kryesore e luftës Kosovës. Pjesa më e madhe e shqiptarëve nga Kosova kanë dalë në Tropoj, nga Tropoja në Kuks, nga Kuksi në Tiranë, nga Tirana në Europë. Pra pjesa më e madhe kanë kaluar nëpër Tropoj. Spitali i Bajramcurit është spitali me emrin Spitali i rujtjes dhe traditës dhe shpëtimit të qindrave njerëzve të plagosur nga Kosova.
dhe me këtë rast që bojësi resolucioneve të Kosovës, të bëjnë diçka për spitalin Trofoj, dhe të bëjnë diçka për përmendoren e mbi 20 dëshmorëve të Tropojës që ranë për lirinë e Kosovës me nënkrye general Tari Sinanin. Unë nuk po zgjatëm, por duhet falenderoj secilin që u angazhua, të gjitha ata njerëz që shërbyen atë ditë dhe priten mbi 600 veta në mrize i Gashit Gurit, në bjesht e Gashit Gurit. Forumet e diasporës ju drejtuan pushtetit lokal publikisht. Ju lutem filloni procedurët sipas ligjit shtetit shqiptar për të hequr të gjithë emrat slav në malsinë e Gjakovës dhe të zëvendësohen me emra shqiptar. Ju urojmë suksese, fat dhe lumturi çdo familje shqiptare të malsisë Gjakovës dhe çdo dashamiri të malsisë Gjakovës kudo që ndodhet. Respekt për diasporën, respekt ata që ndihmuan dhe përkrahen festën e Gashit Gurit. Miru takofshim vitin e ardhshëm.